Jam pjek shumë mirë, të buta dhe janë shumë të mira, shumë praktike për të gatu. Të dashur ndjekës, sot do bëj një recet vere, qofte fure, të paskuqme, qofte të shkojnë me çdo gjë. Në këto momente që po flas me ju, unë hap furrën e sobës e ndes ke 200 gradë, gjithmonë sa po fillon receta, furra duhet jetë e ngrohtë me 200 gradë. Këtu kam marrë një qep mesatare, e kam ngri me rende nga ana e ashpër e rendes, bukën, një fet bukë për 400 gram mish të gri, një fet bukë të shtrydhur fort, një lugë të vogël me t'lyn, në munges mund të hedhësh edhe vaj, po mirë është të hedhësh t'lyn, se t'lyni e mban më të mbledhur, pak qumësh, shumë pak qumësh, mishin e gri, ja ku e kam, 400 gram, viçi, pak nene gjik, erzat me kufi, jo të te i kalojmë, se nuk të bëjnë mirë, ja. Një lugë e vogël për masë, pak spec të kuq për ngjyrë, pas një lugë kafe, edhe pak piper të zi. Piperi duhet të njihet pak, se të heqi dhe aromën e qepës, se të lë goksin pastaj, një ves, edhe pak kryp. E gjitha dhe një lugë mirë se harrova me thonë. Për ta lidhë akoma më shumë qoften, duhet pak miell, që të mos allakate në furrë. Tash i përzim gjitha, që të bëhen një masë homogene, e lidhur. Do punojmë aq sa brumi të lidhet tamam, të marri formën e duhur për të bërë rumullake, për t'i vendosë në një tavë të vogël, për t'i fut në furrë direkte, pa miell, pa gjë. Dalin shumë qoftet mira, t'jen dhe të buta, jo të thame nga furra, aty është dhe marifeti i kësaj recete, që qoftja duhet të dali e but. Përzierja 5-6 minuta ka shumë rëndësi që të lidhet mirë, brumi, furra e nezme, mos harroni, sa ato thahen pastaj, nuk ka nevojë këto të marinohen, do futen direkte, nuk është fare qofte e lodhshme, se ta blesh në pazar, ashtu ta bëjnë durët e tuja, e blen mishin në qast, tash brumi është bë tamam, si duhet. Do t'i hedh fillimisht pak vaj poshtë, po do ta lyj mirë, edhe i çik vaj me ly durët. Edhe do t'i bëjmë qofte, jo shumë të mdoja, mesatare, sa një lugë e madhe gjelle. Edhe i shtypim pak me dorë. Ne këto nuk lyhen fare me miell, vetëm me i çik vaj, me i lugë vaj me i ven, udheni me i tas të vogël, që të lagen mirë, që mos i thaj furra. Edhe i shtypim i çik shumë. Bëjmë pak petashuqe. I shtypim pak me mozzat e gishtave, mrapç. Tash i kam i çik long pule në frigorifer, po spatot ujt të zakonshëm, edhe ja hudh pak, rreth i filxhan e gjysëm. Ja. Pra ne i them që duhet rrinë të buta, se kanë dhe longun, kanë dhe ynyrën mrena. Ja. Gjysma e qoftes është në long, po jo të kaloj sipër, por para se t'i fus, kam da i çik, pra ne nuk e hudha rigon mrena, 2 fije me rigon. Ja. Këto i japin shumë shije, edhe është dhe i freskët, se tashti është koha e rigonit. Ja hudh në 2-3 vene, me syun tim, edhe kam gati. Gjithmonë erzat nuk duhen tepru, ato i merr dhe në tavolin, s'ka pse i tepron, se kush i don e kush i don, tashti janë hazër. Jam pjek shumë mirë, ja lart e poshtë, duke i rrotullu edhe me ynyrën e vet vazhdimisht duke i vënë pak furçën, që të rrinë të buta, me ato ynyrën e vet edhe me longun që i hodha, dhe janë shumë të mira, shumë
praktike për t'u gatu edhe jo të dëmshme që të lënë goksim nga skuqja. Kjo ishte dhe dreka ime me një sallat domate me ca copa djathi mrena. Do shoqëroj drekën time të lehtë edhe tamam për këtë stin të nxehtë. Na bëft mirë dhe ne.